në fund të kësaj tistinori, në fakt. Po, realisht, kur ka polemika, ka edhe diçka që ka ndodhur brenda asaj që nuk shkon, që brenda lojës që nuk shkon. Mendoj që disa raste këto polemika janë edhe me drejt, pasi që na e peshojmë këto ndeshjet e fundit, sidomos këto ndeshjet e fundit që ceku pak edhe Blendi në përgjithësi, ka pas gjona që nuk kanë qenë të mira ndoshta mi po, duke nisë prej finales si ka shku ndeshja edhe kjo fundjavë qysh ka shku, nga thuj se gjitha ndeshjet, po them edhe njerë, ka pas diçka që nuk ka shku, nëse ka pas ndoshta në një farfur me lehtësi për ekipën kundërshtare me fitu, apo nuk është dhënë maksimumi për njërës ekip, ka pas ndoshta edhe gabime edhe për gjyqtarëve. Andaj përgjithësi, po them, polemikat që kanë ndodhur ndoshta që kanë qenë edhe të arsyeshme. Artan, për ty, si cilësën